Mirë po unë nisën ushtria, 3000 veta unë nisën për me shku herët në mëngjes ditën e xumë. Atë ditën e xumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hip në hutbë me majt hutbën e xumës, pasi që e krin hutbën e shef se Abdullah ibn Rawaha në mesin e muslimanëve. I thot, çka është puna me tia, nuk e udhthu me muslimanët? Thot, ja Rasulullah, dashta që fundi jem që të takona me tia Rasulullah. Të shoh se ti je në hutbë dhe të shoh ty se ti po i mban fjalimet e fundta. Dhe dashta që fundi jem ti se ajo që të shoh ti. Pastaj thot i tha pejgamberi alayhis salam se lufta në rrugt të Allahut është më e mirë sa këtë dunjën që konta. Pastaj thot vallahi u kthi thot ka xhamia, u kthi ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nuk u kthi ka shtëpia vet. As nuk u përshëndet me gruajën e vet. As nuk u përshëndet me fëmijët e vet. Tha vallahi tha, unë më merr malli vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk më merr malli për asnjë send. Dhe filloi të qaje. Ata i thanë, pse po qan, do të kthehesh prap. Tha wallahi kur. Të kthehena prap në këto shtëpi të Lloçit, wallahi kur. Unë ja kum dhënë besën Allah subhanahu wa taala se do të shkojnë luftë dhe nuk do të kthehena me di se ku mi çka bëhet. Do të shkojnë luftë dhe do të mbes atje, nuk kthehena më.